Imami i xhamisë së madhe të qytetit të Durrësit Ervin Qylafku ka uruar besimtarët e shumë musliman që Zoti t'ua ketë pranuar agjërimin, duke kujtuar se kjo festë e shenjtë, një prej festave më të rëndësishme të kalendarit islam, ju kujton të gjithëve unitetin, mëshirën dhe drejtsinë, si festa që simbolizon sakrificat e njeriu për të arritur kënaqësinë e Zotit. Imam Qylafku u kujtoi besimtarëve nëpërmjet intervistës ekskluzive për televizionin Adrianet historikun e Kurban Bayramit që festohet me madhështi në të gjithë botën muslimane. Kjo është falja Bayram Kurbanit, e cila simbolizon sakrificat që bën njeriu për të arritur kënaqësinë e Zotit. Kjo është një traditë fetare e iniciuar që nga profeti Ibrahim a.s. i cili u urdhërua të bënte kurban djalin e tij të vetëm, më pas u zëvendësua me një dash për të bërë flijim për kënaqësinë e Zotit. Kurban Bayrami nuk simbolizon vetëm therrje në mënyrë fizike, por simbolizon edhe sakrificat që do të bëjë njeriu për të kontribuar për familjen e tij, për shoqërinë, sidomos në kohën e mungesës vlerave. Unë uroj të gjithë besimtarët musliman gëzuar të përshëndet Kurban Bayramin, Zoti ja pranon sakrificat dhe veprat e mira. Falja e Bayramit u zhvillua në mjediset e brendshme të xhamisë madhe, të jashtme, si dhe në sheshin Liria të qytetit, ku kremtuan festën e Kurban Bayramit me mijëra besimtarë musliman.